Mbani një vazo rozmarin në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Përveç artritit, rozmarina gjen aplikime të gjëra ndërshekuj edhe në mjekësinë tradicionale të kulturave dhe popujve të ndryshëm. Qytetrimet e lashta e vendosin atë në kuror dhe e përdornin gjithashtu edhe për të dekoruar fituesit. Gjithashtu, ajo mund të përmirësojë rritjen e kujtesës. Perandori Paromak, i shenjti Karl i Madh, kërkoi që ajo të kultivohej në kopshtet mbetrore dhe ishte një përbërës kryesor në kolonën e Napoleon Bonapartit, i cili gjithashtu kishte veti antiseptike. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimi i barit aromatik synon gjithashtu trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale dhe neurologjike, në forcimin e sistemit imunitar, lehtësimin e stresit dhe furnizimin e trupit me një mori lëndësh ushqyese, duke përfshirë komponentët fitokimik që kontribojnë në shëndetin e mirë të syve, mëlçisë, duke ofruar mineralet e kalciumit, hekurit, manganit dhe shumë vitaminë B, si B5, B1, B2 ose riboflavin, folat, B3 ose niacin, si dhe vitaminën A dhe vitaminën C. Rozmarina është një bimë që mund t'i ofrojë shumë përfitime shëndetit tuaj. Ndaj, ekspertët e këshillojnë atë edhe për shëndetin e trurit. Rozmarina përmirëson funksionet e trurit si performanca njohëse, kujtesa, vigjilenca dhe përqendrimi. Këto veti janë përdorur prej shekuj tashmë edhe përmes aromaterapisë, ndërkohë që studimet moderne i kanë nxjerrë në pa këto përfitime. Ulëntimet kanë gjetur përmirësim të funksioneve njohëse brenda 20 minutave nga thithja e vajit esencial të rozmarinës. Bima e rozmarinës ka efekte të mira kundër ankthit. Zjerjet me gjethet e saj ose vaji esencial i rozmarinës lehtëson gjithashtu lodhjet nervore dhe sjell një sër përfitimesh për trupin tuaj. Ulëntimet kanë gjetur se ajo është e mirë kundër ankthit kronik, ndërkohë që përmirëson humorin dhe cilësinë e gjumit. Ka veti të mira antiseptike. Ekstrakti i barit të rozmarinës ka veti antifungale, antivirale, antibakteriale, falë përmbajtjes së tij të acidit karzonik dhe rozmarik. Konsumi i tij nga ana tjetër është lidhur përmes ulëntimeve me një rrezik më të ulët të infeksioneve dhe forcimit të sistemit imunitar. Përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut. Elementët antiinflamatorë që forcojnë sistemin imunitar dhe stimulojnë qarkullimin e gjakut janë të gjerët e rozmarina. Rozmarina është e mirë për flokun, gjithashtu edhe për lëkurën, dhe jep rezultate fantastike në çdo aspekt të tyre. Lëndët ushqyese që gjendet te rozmarina mbrojnë gjithashtu qelizat e sistemit imunitar dhe ka efekte të mira kundër rrezatimit diellor dhe radikaleve të lira, të cilat nxisin edhe prodhimin e kolagjenit. Vaji i rozmarinës është i famshëm gjithashtu edhe për përforcimin e skalpit të kokës, gjithashtu duke nxitur rritjen e flokut dhe duke mbajtur atë të mbrojtur kundër lëkurës së thatë dhe problemeve të rënies së tyre. Rozmarina është një bimë e cila mund të ofrojë shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit, dhe mbajtja e saj në vazur në shtëpi mund të përdoren në forma dhe vlera që do t'i japë shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira për kujdesin e përgjithshëm të shëndetit. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri te organizmi. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe gjithashtu jep përfitime të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni që të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg komplikacionet, atëherë përfshini rozmarinën me patjetër në gatimet tuaja. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese për dhimbjen e trupit ose përmirësimin e memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do të tregojmë disa vlera të tjera të kësaj bime që mund ta përdorin për një sër përfitimesh për organizmin. Ka ndikime të mira te shëndeti i mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore, të cilat rrezikojnë kështu edhe shëndetin dhe jetën tuaj. Rozmarina
Është një bimë e cila mund t'jap shumë përfitime shëndetit tuaj ndërsa ai nevojitet vetëm pak ujë. Ajo mund t'jap përfitime të mira në mbrojtjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni që kjo bimë të jetë fuqiplot në shëndetin tuaj, atëherë duhet ta përdorni si duhet edhe për të marrë vlera dhe përfitimet të njëpasnjëshme që ajo do të servir në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga bima e rozmarinës. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë e veçantë. Kjo sëmundje prekës zakonisht moshat mbi të 50-tat do bëson shikimin e tyre në mënyrë graduale. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, mbi të 50-tat rekomandohet të konsumoni më shumë edhe përbërjet të cilat përmbajnë rozmarinën. Duke qenë se është një bimë që përmban antioksidant, rozmarina ndihmon në luftën e sëmundjeve të degenerimit makular. Rozmarina është një bimë shumë e mirë edhe për sistemin tuaj tretjes. Duke qenë e pasur me antioksidant gjithashtu edhe me vitamina, kjo bimë do të ndihmojë edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni fijet e rozmarinës në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar një shije unike dhe një shëndet më të mirë njëkohësisht për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina mund të jetë bima më e mirë që mund të shtoni në dietën tuaj për një kujtesë më të fortë. Ndihma që kjo bimë jep për memorien dhe përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Bima është të përdorur që në lashtësi si një recetë e mirë natyrale në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të shqetësimeve të njëpasnjëshme. Sipas ekspertëve të Healthline, rozmarina është një bimë e cila mund të përmirësojë shëndetin tuaj të trurit me të paktën 30%. Rozmarina është një bimë fitimprurse edhe kundër depresionit. Rozmarina ndihmon edhe kundër sëmundjeve neurologjike siç janë depresioni, ankthi, gjithashtu edhe skleroza e shumfisht. Mjafton ta konsumoni atë rregullisht dhe ta përdorni në formën e çajit ose ta bëni masazh për të marrë përfitimet më të mira ushqyese të saj. Rozmarina largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa juaj largohet lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarin gjatë përditshmërisë suaj. Në çdo rast është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos nëse jeni duke marrë medikamente. Rozmarina relakson mendjen tuaj. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallëruese. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën e vogël mes gishtave dhe të thithni aromën dhe shijen e saj. Rozmarina është e pasur gjithashtu me veti të mira antioksiduese. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin kundër radikaleve të lira. Për ata që nuk e dinë, kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzonik dhe acid ursolik, të cilat janë antioksidant të njohur me veti të mira antiinflamatore. Vetit antiinflamatore të rozmarinës e bëjnë atë një nga bimët më të çmuara. Ajo përmban veti të mira antiinflamatore, të cilat ndihmojnë në trajtimin dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke parandaluar komplikacionet e tij. Rozmarina është një bimë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Rozmarina do të rrisë qarkullimin e gjakut në kokë dhe stimulon gjithashtu sistemin tuaj nervor, duke dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj, gjithashtu duke mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Nëse doni që kjo bimë të përdoret vazhdimisht në dietën tuaj, sigurohuni ta keni pjesë të recetave tuaja të përgjithshme. Kështu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë të mira edhe në shëndetin e trurit. Rozmarina ndihmon gjithashtu edhe në lodhjen e vazhdueshme, gjithashtu edhe për të përmirësuar problemet e stresit, duke ndihmuar në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Bima ka aftësinë të luftojë stresin e veshkave pasi zbut gjithashtu edhe hormonet, dhe mund të japë rezultate mjaft të mira ushqyese në këtë aspekt. Prandaj sigurohuni që ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme për të marrë rëndësinë e madhe ushqyese të saj. Rozmarina është një bimë e cila mund të rrisë edhe energjinë e trupit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.